Përshëndetje të nderuar shikues, studentë të gjithë ju adhurues të shkencës mjekësore. Sot do të flasim për sistemin kardiovaskular, gjithsesi për ndërtimin anatomik të zemrës. E dim që zemra paraqet një pompë kryesore të trupit të njerëzit që bën transportimin e gjakut arterial nga zemra deri në të gjitha indet dhe organet, si dhe kthimin e gjakut venoz të pasur me dioksid karboni dhe oksigjen të reduktuar deri në qendrën e saj, ku gjaku do të pastrohet, do të rioksigjenohet dhe do të hudhet përsëri në qarkullim. Mirëpo në aspektin anatomik, zemra paraqet një formacion tridimensional me formë piramidore dhe tehje të rrumbullakta, e cila është e vendosur në mediastinumin e poshtëm të mesëm. Në të përshkruan tri faqe dhe ato faqja e përparme, e cila është në kontakt me sternumin, faqja e poshtme, e cila është në kontakt me diafragmën, dhe dy faqet anësore, të cilët janë në kontakt me të dyja mushkëritë. Gjithashtu përshkruan dhe tri buzë dhe ato margo inferior, margo dexter dhe margo sinister. Zemra është e ndërtuar nga 4 dhomza, gjithsesi 2 veshëza dhe 2 barkusha, apo 2 atriume dhe 2 ventrikuj, dhe në bazë të kësaj ndarje është e ndarë në zemrën e djathtë dhe të majtë. Zemra e djathtë fillon nga atriumi i djathtë, ku gjaku venoz nga vena cava superior dhe inferior përmes ostium atrioventriculare dexter derdhet në ventrikulin e djathtë. Nga aty gjaku kalon në truncus pulmonalis, ku do të kalojë në të dyja mushkëritë dhe do të bëhet rioksigjenimi i saj. Mandej, nga mushkëritë, gjaku kalon në atriumin e majtë, atrium sinister, përmes venave. Atrium sinister paraqet fillimin e zemrës së majtë. Gjaku arterial, i ardhur nga mushkëritë, përmes ostium atrioventriculare sinister, do të kalojë në ventrikulin e majtë dhe nga këtu, përmes presionit muskulor, gjaku do të hyjë në aortë dhe përmes aortës do të saturohet i gjithë trupi me gjak të oksigjenuar. Atriumi i djathtë. Atriumi i djathtë ndodhet para dhe djathtas nga atriumi i majtë. Pjesa e përparme është në kontakt me mushkërinë dhe pleurën e djathtë, ndërsa pjesa e pasme me atriumin e majtë. Karakteristikat e brendshme ndahen në komponent venoze, auricula dhe ostiumi atrioventricular i djathtë. Si komponent venoze kemi ostiumin e vena cava superior, lart, dhe ostiumin e vena cava inferior poshtë, të cilat sjellin gjak të reduktuar, me oksigjen. Linja e cila i ndan të dyja këto ostiume, të quajtura me një emër si sinus venosus, është sulcus terminalis. Po ashtu kemi auricullën e djathtë, e vogël dhe pa definuar, fakt jo shumë e definuar. Gjithashtu dallojmë në murin e atriumit, dallojmë formacionin rrethor fossa ovale, e cila ka vlerë në qarkullimin e gjakut gjatë zhvillimit embrional tek fëmijët, ku gjaku arterial përzihet me atë venoz dhe fëmia merr ngjyrë cianotike. Gjithashtu kemi ostiumin atrioventricular të djathtë, i përbërë nga valvula atrioventriculare dexter. Rreth ostiumit gjithashtu ndodhet një ngritje, septum atrioventriculare, që ndan atriumin nga ventrikuli më saktë.
Dhe të mos harrojmë edhe ostium sinus koronari te bezi, që është po ashtu pjesë e komponentës venoze, i përbërë nga fjet muskulore të muskulit pektinat. Kalojmë në ventrikulin e djathtë. Ventrikuli i djathtë shtrihet nga ostium atrioventrikulare dexter dhe deri në apex cordis, majën e zemrës. Pjesa e sipërme e saj majtas formon infundibulumin ose conus arteriosus që arrin ostiumin e trunkusit pulmonal. Ventrikuli i djathtë paraqet pomë, domethënë të gjakut venoz, i cili do të hyjë në trunkusin pulmonal. Mirëpo do të vërejmë, domethënë një murës ndarës që paraqet ndarjen e të dy ventrikujve dhe ato septum interventrikulare. Dhe mbi të një formacion gritës, crista supraventricularis. Ostiumi atrioventrikulare dexter thamë që përbëhet nga tri valvula më sakt, trikuspidale, ku dallohen tri kuspise dhe ato kuspis anterior, posterior dhe septalis, të cilët kapen për korde tendine. Dhe korde tendine lidhet për pjesën muskulare, siç vërejmë, domethënë trabekule karne të muskulis papillaris. Këtu e kemi domethënë atriumin e djathtë, gjyrë pjeshk, ndërsa komponenta dalëse e ventrikulit të djathtë përfaqësohet nga ostium truncus pulmonalis dhe tri valvulat kuspidale të tij. Kjo është sa i përket ventrikulisit të djathtë. Kalojmë në atriumin e majt. Atriumi i majt ka volumen më të vogël se atriumi i djathtë, por muret e tij janë më të trasha. Posedon një komponent venoze, vestibulum dhe aurikullën. Ndodhet menjëherë pas atriumit të djathtë në profil, ndërsa është i ndarë me septum interatrial. Si komponent venoze vërejmë dy vene pulmonalis, dextra dhe sinistra, që ndodhen pas vena cava superior dhe inferior. Në vizatim shohim vetëm vena pulmonalis dextra, pasi janë në prerje të tërthort. Vërejmë gjithashtu edhe auricula sinistra, e cila është më e definuar dhe më e gjatë se ajo e djathta, ndodhet para trunkusit pulmonal dhe arterjes pulmonale dextra dhe sinistra. Vërehet gjithashtu edhe valvula foraminis ovalis, që është pjesë përbërëse e foramen ovale. Vërehet domethënë nga atriumi i djathtë, domethënë shenja në atriumin e majt. Pjesa rrethore e butë rreth murit të atriumit të majt që rrethon ostiumin atrioventrikular të majt, quhet domethënë vestibul. Gjithashtu, siç e shohim në prerje domethënë tërthore të zemrës, vërejmë septum interventrikulare, pjesën e tij muskulare. Nga fotografia domethënë më tepër vërejmë ventrikulin se atriumin, pasi atriumi domethënë nuk ka shumë elemente. Gjithashtu mund të vërehen edhe valvulat e aortës, valvulat semilunare me tri kuspiset e saj. Kalojmë në ventrikulin e majt. Ventrikuli i majt paraqet pompën të fuqishme të qarkullimit arterial të gjakut. Ajo shtrihet domethënë nga baza e saj deri në apeksin e zemrës, maje. Tash, domethënë në bazë të prerjes së saj tërthore, vërejmë karakteristikat e saj të brendshme. Karakteristikat e saj të brendshme janë
po ashtu do të thënë të njëjta deri diku si ventrikuli i djathtë. Vërejmë do të thënë ostiumin atrioventrikular të majt, në të cilin janë të vendosura valvulat atrioventrikulare, tek atriumi i majt janë bikuspidale, me dy kuspise, kuspis anterior dhe posterior. Vërejmë gjithashtu, te fotografia vërejmë edhe aurikullën e majt, thamë që është më e zhvilluar dhe më e gjatë, se sa ajo e djathtë. Gjithashtu vërejnë do të thënë dy venat pulmonale, dekstra dhe sinistra, në vizatim. Ky është do të thënë atriumi i majt. Për shkak se është do të thënë pompë e fuqishme e kontraktimit të gjakut arterial, vërejmë gjithashtu dhe pjesën e saj muskulare, e përfaqësuar nga musculus papillaris anterior dhe posterior, të cilët kapen për fijeve korda tendine të ostiumit atrioventrikular. Gjithashtu shihet edhe pjesa, do të thënë, venoze e definuar mirë e sinusit koronar. Ndërsa lart i kemi do të thënë edhe arterie pulmonale sinister dhe dekstre. Kjo është sa i përket do të thënë karakteristikave të zemrës. Kalojmë tek vaskularizimi i zemrës. Do të thënë zemra kryesisht vaskularizohet nga dy arterie kryesore dhe ato arteria koronaria dekstra dhe arteria koronaria sinistra. Janë do të thënë këto dy degë arteriale më së miri të definuara, të cilat shpërndajnë mandej degët e tyre. Tek këta arteries do të thënë koronaria dekstra janë rami atriales, janë degët do të thënë të veçës, të atriumit. Kryesisht rami atriales vaskularizojnë atriumin e djathtë, mandej dajnë në degë të përparme dhe të pasme, të cilët vaskularizojnë barkushet. Rami ventriculares, me degën e saj më të madhe ramus marginalis, e cila dekster, e cila vaskularizon ventrikulin e djathtë. Gjithashtu vëren dukshëm vena cordis parva, vena cardiace anterior dhe vena cordis magna, të cilat derdhen në sinus coronarius. Gjakun do të thënë venos, kryesisht sinus coronarius do të thënë e drenon. Do të shohim lart që vërejmë një degë ramus nodi sinuatrialis, e cila ndodhet në brazë të vendosur midis aurikullës së djathtë dhe aortës. Është degë edhe arteries koronare dekstra dhe asaj sinistra, dhe ramus circumplexus, e cila paraqet degë të arteries koronaria sinistra. Mandej ajo ndan degë të saj që vaskularizojnë ventrikulusin e majt dhe atriumin e majt. E sa i përket do të thënë vaskularizimin nga pjesa e përparme e zemrës, ndërsa në pjesën e pasme do të thënë të zemrës vërejmë dukshëm vena obliqua atri sinistri marshall, sinusin koronar, do të thënë sinusin më i madh koronar, e cila i pranon si degë të tjera vene do të thënë më të vogla, dhe vena cordis media, e cila po ashtu si kurse vena cordis magna dhe parva derdhet në sinusin koronar. Po ashtu vërejmë dhe ramus interventricularis posterior, degë e arteria marginalis dekstra. Kjo është sa i përket një prezantimi të thjeshtë anatomisë së zemrës dhe karakteristikave të saj. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë ndihmuar sadopak. Për çfarëdo lloj vërejtje dhe pyetje, na kontaktoni në faqen e video mjekësore në Instagram ose në komente më poshtë. Ju faleminderit.